Pas marrjes së informacionit për një alert në lidhje me situatën e influencës aviare, AKU Shkodër ka realizuar monitorime në disa subjekte të tregtimit dhe përpunimit të vezëve. Titullari i këtij institucioni Ramir Haderi bën të ditur se janë bllokuar në kushtet e flagrancës qindra kokra vezë dhe ndaj tyre subjekteve janë marrë masa administrative xhob. Kemi marrë masat tonat nevojshme për monitorimin e produktit të vezës, pasi është shfaqur smundja e influencës aviare. Kanë qenë rreth 306 subjekte që janë subjekte që kanë pasur problematikat më parshme, ka pasur 2 raste të produkteve të skaduara, ku janë marrë masa administrative me xhob. Gjatë këtij muaji janë marrë mostra për kryerjen e analizave laboratorike në 180 subjekte, thekson Haderi. Gjatë muajit mars ne kemi pasur rreth 180 subjekte në kontroll, po ashtu kemi pasur një kontroll dhe monitorim të marrjes mostrave të produkteve të ndryshme për konsumatorin. Gjatë këtyre rasteve kemi pasur 17 masa administrative para lajmërim në subjekte dhe 6 masa administrative me xhob për produkte ushqimore me probleme. AKU Shkodër i bën apel subjekteve të respektojnë standardet dhe rregullat e sigurisë ushqimore, teksa njofton se do të intensifikojë kontrollet me afrimin e sezonit veror.